Tjatit, Hamdiut. Përse kjo lidhje ka qenë fort me historinë? Pyetja shumë e vend. Mendoj të lindësh, të rritesh një ambient tillë, me traditë, të lashtë, vetë do të ndikonte në jetën time dhe në botën time. Unë isha 2-3 vjeç, do të kem nga 2-3 vjeç, kur kam fillu me vrejt në morin e dhomës, në varën portretin e Karamomet Pashtë, po në unë presë më në rëtës. Një portret që më ka lanë mbres, kuptohet, një mosh asë njom, një mbres se për shtypi që kënarë të ju thëllu, e të ju stërhullu, kam parasysh atë burë të fuqishëm, madhështor, ashtu impozant që e paraqit të portreti, pa mërësysh për e të tjera, po ndikimi i këtij portretit, një. Dhe gjithashtu, vendosja më vonë në pems gjenealogjike në morë, më shështojnë gjithë jetën, që nga fëminia, të rinia, dhe të burnia. Historia këtu në botimet të fundit? Por e se të tash për historinë i botimit, dhe të tashim për historinë i shkrimit, se ma parve pra shkru. Pra në Hamdi Bushati ma parë ka fillu të shkruj për Bushatlit. Që në 1926, në Hamdi Bushati, pra. Artikullin i parë ka shkruaj të revista Historia, me i Karamomet Pashën, edhe që atë, a i filloj të lidhej, e të përkushtohej gjurmimit, holumtimit, studimit për Bushatlit. Edhe grumulloj veprat, grumulloj të shkrimet, grumulloj materialit, bonimet, edhe ju punës. Në vitet 2024 ka përfundon të shkrimit. Ja, këto janë të shkrimit. Të shkrimi babës. Edhe unë, pavarësisht që ishte një kalama i fillores, por kurioziteti më shtojnë që ti lexosh, edhe i kam lexuar që në atë kohë shkrimet e para. Pastaj kuptohet me pikonin time, më fillon më ingranu. Më kriju kulti i fisit e kulti i traditës. Tu i pa këtë përkushtim të madhë babës, apo jo, ashtu dhe vetë shkolla që kreva, fakultetet që kreva, detyrojnë të zhërndohem, të njihemi mirë me materialin, edhe të jap edhe mendimin tim, më të hepën në çështjen e gjuhës, edhe në çështjen e stilit. Ishte një nevojë për babën tim. Historia e vjetër ka nisur tashmë nga ngas edhe më. Edhe bashkë me Nexha Bushatin, nisemi për në vendin e origjinës së familjes së vjetër. Bushati është fare afër drinit, që në këto kohë udhëton fuqishëm. Në fillim e kemi të vështirë të ndajmë të sotmen nga e kaluara e Bushatlinëve. Nexhoja do të na shpjegojë më pas se Bushata se Bushatlin janë dy gjëra të ndryshme. Folë shumë për origjinën e Bushatlive. Ka variantet nëshme, po variante më i pranueshme, më i dokumentuar. Ashtu e varën që e mbron Stavrinati, e mbron baba im të vepra e tij. Domethënë, origjina pra duhet të jetë nga një familje
aristokrate e krishterë shqiptare, shkodrane, e cila kishte privilegje edhe nga Venediku. Po kur Shkodra ju dorëzu turqëvet, atëherë edhe u boshatis nga një pjesë e aristokracisë, ka duket se pat familje venase që ju nënshtrun pushtuesit, kuptohet u konvertuan në islamizëm, përfituan ose rujtën privilegjet, dhe ndër këta, atëherë duhet të kenë edhe boshatlit. Mendohet që një familje Bega i Somaj figuron në disa dokumenta dhe po ashtu të ne këtë vijë arsyetimit, nga një familje e tillë duhet të kenë ardhur edhe boshatlit. Një tezë e tillë përkrahet nga gjithë autorët turq, përveç edhe autorëve shqiptarë ose autorëve tjerë. Dytë më shuar, ende mbajnë mend një varr të vjetër buzë rrugës nacionale. Pikërisht, një këtu kuzhinë me unë ti Baxhak, një këtu në këto ara sot punome para disa qindra vjetësh ndaltoheshin sarajet e bushatlivet. Për këto saraje, se kur e tek ne nuk mund përcaktojmë datë, por nëse mbështetemi dokumenteve të kohës, qoftë Franbardhit, qoftë Evlia Çelepjot, turistit famshëm turk, cilët i panë edhe ne dokumentun qenë këtu në sarajevet, atëherë shifet se është një vjetërsi e madhe, Çelepjo flet për pallate madhështore, me të gjitha anekset që mund të kishte një saraj, një pashajit, pse pikërisht pashaj, pronari këtu në Sarajeve ishte edhe sundimtari i Shkodrës, e që e përcolli Evlia Çelepjon. Këto saraje dihet me kohë, me shekuj, kanë pësu ndryshime, janë reno, janë rekonstruktu, muret e vjetra i kam arrit me jetu edhe deri në vitin 1950, kur isha mësues këto, dhe në vitet 1930 që rekonstruksioni i fundit i shtëpisë, e cilët e kemi edhe të fotografume, por kjo shtëpi me ambientin, me mjedisin, shumë interesant, vërtet sot është zhduk, për arsye të ndryshme,
Malazezët, megjithse kundërshtar të tij, ende ja ruajnë varrin edhe reliket e pakta të lëna pas betejës ku humbi jetën në Gruzh në 1796. Ky muri këtu, i cili kalan për gjysmë, bën pjesë në sistemin mbrojtës të kalas, pra rrit të fuqinë mbrojtëse të tij, është ndërtuar në periudhën e Bushatlive dhe është ndërtuar mbi një mur tjetër të periudhës para veneciane, pra që duhet të jetë i shekullit të 14. Dallohet se është muri i periudhës së Bushatlive nga hekurat aty të vendosur për të përforcuar murin, të cilët janë përdor edhe në urën e mesit, gjithashtu edhe nga disa jatagana të kthendur në e Bushatlive, të gjata rreth 70 metër, të ndërtuara siç duket me material jo rezistent, për këtë arsye nuk kanë rezistuar deri në kohët e sotme, të ndërtuara me çardak sipas stilit oriental dhe me cistern poshtë. Këto kanë shërbyer si qendër e vilajetit deri në vitin 1859, kur vilajeti ose administrata civile dhe ushtarake u zhvendos në qytetin e Shkodrës, aty ku u ngrit qyteti i ri në veri të Kalas. Këtu kemi një ndërtim të Bushatlive, është një kull topash ndërtuar nga viti 1857 deri e shumta deri në 1800-ën, për arsye se më vonë janë bërë ndërtime më të sofistikume. Kulla ka 3 plane, ka një dalje sekrete që shërbente për manovrimin e trupave për kundërsulme apo sulme kur armiqtë sulmonin kalan, dhe ka shërbyer për të kontrolluar rrugën që vinte nga Lezhë dhe për të kontrolluar urën e Buncë, për të kontrolluar limanin, pra që ishte tek ura Buncë në shekullin e 18 dhe në fillim të shekullit të 19. Kulla ka 3 kate, si u thash, dhe në çdo kat ka frengji që kanë shërbyer për luftim. Më i famshëm i Bushatlive, Karamamuti, u ngojuan
këtë hapësirë këtu ishte tyrbja e Kajahanit, ka ekzistuar deri në vitin 1967, më pas të shkatruar. Kajahani ishte gruaja ose motra e vezirit të fundit Bushatlie, Mustafa Pash. Bilet e Guri Varrit është edhe data saktë e vdekjes saj, i viti 1828. Kajahani ishte një bamirëse e madhe, prandaj për këtë arsye u ngrit këtë tyrbe këtu, edhe njerëzit e dinë më mirë edhe profesori, vinë e lidhin fjongun hekurat e tyrbes. Unë kam parasysh, unë moshatarët e mi, dhe deri në vitet 68 ose 67, rreth ati kanë gjelli, apo jo, mjaft punën bukur, gratë kuptohet zakonisht, rob viktimat të besotnive të kos, kanë lidhë leckat nërshme, për mjë primar jetë me pas fat. Pastaj me revolucionin një kulturës u shduk. Edhe tyrbja dhe Kamet Valësh. momentit e mendë. Në një shek të vjetër, ende tunden fjongot e vajzave që besojnë në mrekullitë e hanëmes së kalas. I pari i Bushatlive, Mehmet Plaku, kishte një ëndër të vetme. Ta shihte qytetin e tij një kryeqendër të vërtet me shkolla dhe objekte të tjera arsimi dhe kulturë. Xhaminë e Plumbës ai e ndërtoi me fondet e veta, duke kopjuar modelet më të rëndësishme të Stambollit. Sipas gjasave, këtu rrotull duhet të ketë qenë edhe bari i tij. Ne edhe Nexhoja e gjejmë të përmbytur nga uji. Jemi para xhamis Plumbit. Një vepër monumentale, e ndërtuar nga vetë Mehmet Pash Plaku me interesimin e tij direkt. Kjo është një vepër, një monument i vërtet, që i bën nder arkitekturës sonë, i bën nder kulturës sonë, edhe është një provë e interesit që Mehmet Pash Plaku dhe pasardhësit e tij tregon jo vetëm për pushtetin politik, për zhvillimin ekonomik, por edhe për zhvillimin shoqëror, kulturor, se kjo është një provë e interesit për këto probleme, ashtu sikur që është Manelta dhe me Derezja, apo jo vepra tjera të Bushatlive. Për Brigjamis, Ajazma, lagja e vjetër që mbahej në këmbë nga pazari i famshëm, tani nuk është gjë tjetër veç se një lagje periferike përballë Drinit Furishëm.
E nuk ka Shkodër pa malësi edhe nuk ka malësi pa Shkodër. Kështu i pëlqen të thoshte Mehmet Pashplakut. Malësorët ja kuptuan qëllimin. Ai ishte zhvillimi i të gjithëve: ura, rrugë, porte, qetësi dhe rend. Deri në fund të sundimit të tyre, bushat linjt i patën ata, njerëzit e maleve, besnikët e parë në vijën e frontit. Ura mbi kirë, filloi të lidhte malet me portet edhe tregjet poshtë në fushë. Në Shkodër mbahen ende në këmbë disa simbolet asaj kohe. Shtëpitë mëdha me porta që donin t'imitonin ato të kalasë vjetër. Saraje njerëzish të fuqishëm që bënin tregti anë kënd Europës. Kjo ishte pamja e Shkodrës nën Bushatlind. Pas zullumeve të anarkisë së nxitur nga Osmanët, e Bushatlind i dhan udhë mendjes edhe iniciativës së lirë. Vetëm atyre. Kanë krijuar dhe një shoqat me emrin e Karamahmutit, por Shkodra e sotme duket sikur ka halle të tjera, edhe më të ngutshme se sa një histori legjendare. Ajdi dhe Muharrem Bushati janë pasardhës të fisit vjetër. Ç'është historia e monumentit që kemi këtu? Fillimisht, krijimi i shoqatës ka rrjedh prej idesë për me kërku me dhënë emrin e një sheshi transition në Shkodër, emrin e njenit nga trashëgim, e njenit nga përfaqësuesit bushative, për me e përkujtu për periudhën historike që ka kaluar. Fillum me organizu për me bërë një peticion, me dorëzu pushtetit vendor për këtë qëllim. Atëherë lini ideja me kriju një shoqat në kujtim të kësaj periudhe me avu emrin edhe Karamahmut Pasha, dhe të pas emrin e një shoqate të organizume, atëherë ne na linë e drejta në mënyrë ma institucionale për me kërku, me vu, në përkujtim të kësaj periudhe, edhe një bust, sikurse mund të mendojshim për Karamahmutin, në një shesh qendror. Në fakt, shpresojmë se pushteti vendor, bashkia, e ka miratu këtë vend në një shesh shumë të qendrë, sikur se është Paruca, a shkriju edhe një skic ide nga një skulptor që na ka ndihmu. Të shohim, shpresojmë se edhe kërkesa nga ana e bashkisë plus ajo e shoqatës do të gjejnë
një vesh të mirë në pushtetin qendror që të na ndihmojnë, sepse vlerat e saj ne nuk mund t'i përballojmë. Një pjesë e mirë e bushatlive jetojnë perash, një pjesë tjetër ka dalë dhe e ruajmë, si më thonë, këtë traditë. Natyrisht, si më thonë, ju bëjmë të ditën edhe këtu në trashëgimtarëve tonë, fëmijëve, nikave. Dhe presin, si më thonë, me kënaqësi këtë bisedë. Se është diçka interesante dhe ka të bëjë me të partë e të Më të rritë, e dini historinë apo se dini? Më të rritë se ju, a e dini? po e di